Enver Hoxha nuk e ka vrarë Kërkon. Mirë, oke, Kërkon ish? Jo, aty janë organet gjyqësore, ato kanë marrë vendime, nuk... Ish bashkëpunëtor të ti, dëgjo, unë jam i hapur për çdo temë. Edhe i marr me relaksim. Ma herët, harrum me e shtru pyetjen që e bojmë gjithmonë pak para lajmeve të para në emisionin tonë. E pyetja për sot është, pasi që sot është ditëlindja e diktatorit, i kisha thonë Enver Hoxha, dikush si thot diktator, po... Jo, nuk është diktator. është burë shtetë si më i madh shqiptari gjitha kohë. Ja, a pse që e dita që dikush mund të mos më thonë diktator, na i thojmë diktator. Po ku ka lind, ku është lind? Sot është ditëlindja e tij, në vitin 1908 nduket e pat. Me 16 tetor 1908 Gjirokoster. Po ti ma prishi tash pyetjen. Ma prishi pyetjen. Çfarë ky pedoj ka Enver Hoxhën? Po diktatorin, një prej kriminalëve. Jo, nuk është diktator. I ndëruar Keka. Apo më lën më fol. Po jo, ai këtu po bëjmë një farë debati. Po debate. Është perceptimi yt. Mos më bësi Ermal Panduri. Jo. Respekt për ty dhe për Ermalin dhe për gazetarët përgjithësi. Kriminalëve më të mëdhej. Jo, ai është opinioni yt personal, lutem. Jo. Mos opero me këtë temë. Personal. Jo, është mendim vetë yti personal. Po hajde. Dëgjoj. Hajde pse jo, pse është kriminal? Sot më giftu për një temë tjetër, po që lidhet me, korespondon me datën 16 tetor. Enver Hoxha është biri më i madh i kombit shqiptar prej Skënderbeut në ditët e sotme. Ky është opinioni im. Jetojmë demokraci, përderisa jetojmë demokraci, kemi drejt me pas mendime të ndryshme. Edhe sot korespondon 16 tetor 1908 lindja e tij. Po ashtu është edhe ramja e dëshmorit kombit Adrian Krasniqi. Domthonë aksionet që i ka kryer ushtria çlirimtare e Kosovës. Shtabi i përgjithshëm i saj, drejtoria politike e saj, kanë qenë çdo gjë të mirë planifikume. Na kemi pas burim frymëzimit, Mollën Gjergj Kastrioti Skënderbeu, rilindjen kombëtare, Adem Demoçin, Enver Hoxhën, figurat eminente kombëtare. Edhe kur është sulmu Serbia me 16 tetor 97, ka rënë dëshmor një prej celulave të para të QK-s, Adrian Recep Krasniqi. Figurë eminente e luftës sonë. Kështu që me këtë rast shfrytëzoj rastin mi kujtu këto dy figurat ndreqme të kombit shqiptar për dëshmorin e kombit Adrian Krasniqi, cilin e kam njohur, që i takoj atij lokaliteti, unë jam i baronit PS, ai fshatit Vranëc, ka qenë një student i mrekullueshëm që e kalon indeksin për me kap pushkën. E kalon duvakin e Nusrisë bashkëshorë të atij për me kap duvakin e Lirisë. Kështu që gjitha këto kanë qenë frymëzume. Asnjë gjë nuk ka qenë e rastësishme. Domethënë, ata nuk kanë pas mundësi e krye kriminale. Për të krye kriminalit është Aleksandar Rankoviçi, Josip Broz Tito, që i kanë vrarë 50.000 shqiptar, që kanë kryer masakrën e Tivorit, që ja u kanë fshin nëunat shqiptare, mogjet me fshinjës, që i kanë detyruar shqiptarët në vitet 50-a, 60-a deri në vitet 70-a, kur kanë fitu pak drejta shqiptarët një autonomi përtej asaj që quhet autonomi kulturore, i kanë detyruar shqiptarët me shit bakti, çdo gjë për me bler një pushk edhe me dalë me dorëzu në organet pushtuese të Jugosllavisë kriminale. Kriminale është vetëm Jugosllavia, vetëm okupatori. Ndërsa sa i përket figurave, jo, nuk është Enver Hoxha figura më ai ka vrarë sigurisht më shumë se 50.000 shqiptar. Jo, nuk është, më fal, Keki e gazetari nderuar. Ka të dhona. Për 50.000, për sa i ka vrarë, nuk e di sa i ka vrarë Enver Hoxha. Enver Hoxha nuk e ka vrarë Kërkon. Mirë, okay, Kërkon ish? Jo, aty janë organet gjyqësore, ato kanë marrë vendime, nuk Ish bashkëpunëtor të ti, dëgjo, unë jam i hapur për çdo temë. Edhe i marr me relaksim. Shumë me relaksim jemi ty e marr. Po, jo me operu me këtë temë. Jo, ka dal. Jo me fjalë kriminale me këto gjëra. Jo, po ti pyethush. Për mua, po ti si gazetar ti duhet me ruaj parimin e neutralitetit. Veç ka pyetë çdo dytën person. Jo, nuk është ashtu. Këtyre sondazhet, këtyre raportet të SBE-s, këtyre që tash kryetari i Parlamentit të Shqipërisë, Niko Peleshi, që mas një 2 ditësh për shkak presionit publik u detyru me kërku një farë mea culpa, një farë ndjesë publike, tha aty kush ka lind në muajin tetor, ka lind Enver Hoxha. Aty e ka marrë për fjallorit enciklopedik botëror që është personalitet. Ti nuk mundesh me fshi historinë. Nuk e ka bërë Shqipëri shtetin më të varfër në Evropë. Domethënë me varfëmi s'ka ish me mazi se Korea e Veriut. Nuk jemi të varfër. Jo, pse s'po fol i nderuar ti për emancipimin e shoqërisë shqiptare, për emancipimin e femrës shqiptare. Shqipëria ka fitu luftën e 2 botërore vetë, po bunkerat janë të besuara. Na jemi në prag luftës 3 botërore, kërkuem një permanente
ka harxhu me miliarda bunkera. Në prag lutës tretë botërore. Me miliarda. Zvicra është shtet neutral. Edhe shumë shtetet respektume në botë, edhe vende skandinave. Se është e fort. Ju, kanë bunkera, sistem bunkerash. Mu armatos, nuk do të thotë që ti përcënën sigurinë e tjetrit, po përmbrojnë vetën.